i qasemi në këtë njërë, do më thonë, që nuk jemi shumë të sigur që PDK-ja ka gjetë lidejën e saj për epokën cilën po hymë, ose në cilën jemi, i bjenë sa është kujdestar. Unë kam respekt për këtë njëri, për Bedi Hamzën është fjalla, e nja, në më hanë mati, si minister një koqeri mirë i arkës shtetit, kryetar i mirë edhe korrekt si njëri, por problemet e Kosovës kërkojnë profil krejtësisht tjetër, si pas meje. Nëse dikush e merr guximin me ndërtu një profil liderit që me sfidu Albin Kurtin, ai në një duhet të ketë një vizion të qartë kundër këtyne politikave. Dhe Bedi Hamza në fjalimin e tij nuk pat kur gjo kundër këtyne politikave. Dhe nuk si zon, si profil, nuk shkoj matej se që duhet Kosovës një lider me sfidu qeverisjen e Zotit Kurti. Nëse dojnë me sfidu, nëse s'dojnë me sfidu, vënofshin gjatë e amel e mirë me ta edhe që shkanë qef me thonë këta simpatizantët e ti edhe 20 vjetë. Për ndyshe, Memli Krasniqi, për kundër që në Kosovë ka modele të shkatrimit partive tradicionale, mu i me i qujtë edhe shtetë formuse, po edhe partive të fuqishme si revolucionare që ka qenë vetëvendosja, prej LDK-s është dalë LDD-ja, prej vetëvendosjes PSD-ja, kurse Memli Krasniqi ka mri me mirëmbajt partinë të pandame, unike deri me sot. Edhe mos harro që edhe për PDK-s ka dalë Nisma dikur. Po Nisma praktikisht nuk u konë Nismë, u konë veç Fatmir atë. Po, Fatmir Nisma. Kështu që ajo është individ, dalin, kthehen, bredhin, ju hub zoni krejtësisht në politikë udhës të esë, nuk ka problem partijak, por me dalë që strukturë, janë shtë dy grupasione që i nje historia e zhvillime politike, dinamika e politike në Kosovë. Por, ato që po du me thonë është që unë menoj, do veç menimi jam i që Memli Krasniqin kanë mu këthy me lypë. Kanë me lypë? Me lypë, absolutisht. Me lypë, edhe njëherë. Memli Krasniqin. A dim se për shef. Për kryetar të PDK-s? Për asyje thjesht se... Po du të ndëgjoj... Po na jemi duke i dëgju. Po qëta jom këtu me fërë po mu më dëgju. Po t'is po ki duhe mu më dëgju, që atë që me ndonë dyshe, me ndonë që në zmo me full. Vokacioni po shkon andej, studio e madhe, madhështore, po andaj nuk po të dëgjoj mirë. Problem tekniku ka. Më fali. Jo, nuk e kam me të vërtet, veç po të dëgjoj. Unë e flasë ko gjëtë madheve? Po, nuk e di. Sa je, po këtë prania jam... Zoti Krasniqi ju krejnë studio e dini këtu që e ka njës një reformë. Reforma partijake, ku pej partive tradicionale po flasë që etablohen historinë politike të një vendi që është PDK një 24-25 vjetë. Apo, janë dhimshme reformat, dhe këto ju e dini, sepse dikon lideri e parasherë në reformën e ti, dikon se parasherë, i du vjetë kesh, që s'kisha para po ty në reformën ta me ta zonë. Krejtësisht legjitime, normale, gashit dhe të madje legale dhe legjitime. Jem shkolla ndryshme të mendimit, to Lilo, demokraci jo kjo? Po, pa tjetër. Por, kjo por gjithmonë ma thuj një, 2-3 pikat Memlit po më intereson. Në epokën e Memli Krasniqit, për herë të parë, PDK-ja ka qenë rritje. Pas rromjes fatale. Me kandidat për kryeministër? Falje. 57 vota është rritë. Ku heqen e Memlit? Në dheqen e Memlit, PDK-ja ka kriju... Bastionin ka hu, po Lilo, Drenosi. Shumë kur fal Bastioni Drenosi. Qa thumë? Asa, Zoti Ladrosi, po ashtu me respekt në ti dhe familjes dhe ti, nuk ka kur fal kuadrë i shekullit 21 për Kosovën. Po ill nacional. Po më fali me... Kushe bo ill nacional. Po falë da, po më gjenë me fërë të shapelon. Po, bashkëbisedojmë, zmatoshi. Po t'ja je, kolegi jam i analist, a je avokati i ti. I kujt? I Ladrosin këta. Me Ladrosin kur jetëm kafe. Pa i ka avokat e ti. Edhe Bedyja e ka ti, besoj, edhe Memli ka ti. Na jemi këtu veç me bon një analizë. Mos jepe epitetet pa nevojshme. Lutëm. Unë e menoj që Ladrosi e tha Fidoni, e kemi diskutu dhe tjera herë, është aty ku është me votën e PDK-s. Dhe ajo parti tjetër zbonhet.
Prit tash. S'kemi dilema këtu. Dhe ai si individ, ose do të kthehet në PDK, ose do të përfundojë në hiç. Si individ po flas. Sepse dega e PDK-s dënas kthehet në PDK, dhe unë PDK. Kështu që këtu nuk e kemi problemi. Problemin e tash e kemi çfarë vizioni Lladorovci dhe të tjerëve për me riciklimi tyne për Kosovën. Jo, nuk fola për Llambit Radocin si politika nacional. Si e duke e bind, vetëm një gjë, si e duke e bind Ridin, si e duke e bind Ridin, se do të me Mikasniqin në përmasa. Po kemi të shkutim Rid ose s'pun kupton ose s'po do mund kupton. Jo, Ridi e pat problemin një gjë, një ndërhyrje kualitative. Epoka memi, cila epokë? Epokë është, epokë.